Rruga e Komanit e amortizuar prej vitesh dhe një nga kërkesat e kaheshme të komunitetit të zonës, tashmë po rikonstruktohet. Puna ka nisur me 10 kilometrat e parë nga Komani në drejtim të Nevojës të Dejës, në segmentin ku gjendja e rrugës ka qenë më dëmtuar. Për banorët e zonës nisja e punimeve duke si një ëndër rikthyer në realitet, pasi ndërhyrja ka qenë tepër domosdoshme. Shumë e rëndësishme, shumë pritën prej shumë vitesh, domethënë era bë pak edhe si të bezdis shumë derë në derë, po kjo do të nikojë 100% për mirë. Ka qenë domosdoshme, rruga e degraduar, krejtësisht e degraduar. Sa herë vinë turistë aty na pyesin a ka një rrugë tjetër për mu kthy. Na i thojmë çfarë thonë, e bëjmë pak qesharakë dhe i thojmë vetëm për hava. Për ne të rinj, sidomos këtu që jena prej Komanit, është shumë e rëndësishme sepse na bën që ne mu kthy halat e vendit jon, edhe me pse jo me investu edhe për këtë vend, se në fund ditës ne jena prej këtij vendi dhe nuk do të më e lan. Edhe me thonë drejtën, unë për vetën teme, unë mas shumë vitesh du me pa këtë vend, me shumë investimet të reja, me shumë gjana të mira, edhe pse jo minimu edhe print tonë këto edhe më këthy prapë. Ne shumë kënaqur për kësaj rrugët, me fjalë fryma e frymëzimi me ndaj Koman është rruga. Se aty fillon në sezon. Përveç vizimit të turizmit, ndërtimi i rrugës krijon lehtësi dhe për shërbimin shëndetësor në Koman. Jo në pak raste emergjencat shëndetësore kanë kërkuar dërgimin e pacientëve të Shkodrës dhe distanca gjatë shpesh ka vënë në rrezik jetën e tyre. Unë jam Pashka Ndreu, infermierën qendër shtetësore Koman, muloj edhe urgjencat e gjithë zonës që është nalt, plus që në sezonin veror kena një fluks të madh prej turistëve, mulojmë edhe ato. Kena pas shumë vështirësi me përcjelljen e të smurëve deri në spitalin e Shkodrës. Edhe shpesh herë i kena përcjell dhe me makinat tona derisa jena taku me ambulancën se ka qenë shumë e vështirë transporti i tyre. Me hapjen e rrugës ju na keni fal jetë. Them drejtën, gjithë kanë problem, kanë pas problem rrugën, gjithë kanë përfitu prej kësaj rruge, por më shumë sa s'kush besoj se shëndetësia, se kena të bëjmë me jetën e njerëzve. Të fillu prej të fëmijët e vegjël dhe drejt e moshat e treta, lloj të smursh. Rruga Komanit është një nga rrugët më të vështira, por dhe me piktoreskën e veritë e Shqipërisë, ajo lidh qytetin e Shkodrës me liçenin e Komanit dhe vazhdon drejt Vjerzës, duke shërbyer si pjesë e një itinerari të rëndësishëm për ata që udhëtojnë drejt Alpeve shqiptare.